Përshëndetje, shenja e Briciapit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shpatat, mbreti i monedhave, 4 monedhat, 3 monedhat dhe mbretëresha e kupave që janë të dyja së bashku njëkohësisht. Duket se ju hyni në këtë javë me një dilemë të brendshme. 2 shpatat tregon se po shmangni një vendim ose po përpiqeni të mos shihni diçka që tashmë e dini në zemër. Por përballë kësaj ndjenje qëndron mbreti i monedhave, energjia juaj natyrale si Briciap, që tregon stabilitet, maturi, kontroll. Ju jeni shumë më të fortë se sa mendoni. 4 monedhat tregon se po mbani fort diçka, që mund të jetë një situatë, një person, një bindje apo edhe kontroll mbi emocionet. Por 3 monedhat ju thot se bashkëpunimi është çelësi. Pra ju nuk duhet ta mbani gjithçka vetëm, duhet të ndani barrën, duhet të ndani idetë. Mbretëresha e kupave ju kujton diçka shumë të rëndësishme. Mos e mbytni ndjeshmërinë tuaj. Ju mund të jeni racional, por këtë javë intuita ju flet më qartë se logjika. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime nga frika e humbjes së kontrollit. Hapeni zemrën para se të mbyllni derën. Dëgjoni ndjesinë e parë që ju vjen, sepse ajo është e vërteta juaj. Kalojmë në familje. Në familje kemi 7 shpatat, 9 kupat në të kundërt, dielli dhe 3 shkopinjt. Në familje, këtu ka një energji të përzier. 7 shpatat tregon se dikush nuk po flet plotësisht hapur, ose ka diçka që po mbahet fshehur. 9 kupat në të kundërt tregon zhgënjim të heshtur, pritshmëri që nuk janë përmbushur, dëshira të parealizuara ndoshta për disa, por dielli është shumë i fortë, e vërteta del në dritë. 3 shkopinjt tregon zgjerim dhe planifikim përpara. Ju mund të jeni personi që sjell qartësi. Kartat këshillojnë të mos i lini gjërat në heshtje nëse ju shqetësojnë, sepse duket sikur jeni në pritje të zbulimit apo të iluminimit për diçka që ju dyshoni, ose mund të përdoret ndonjë lloj strategjie në familje, në lidhje me diçka që ju keni pritshmëri. Pra, duhet të flisni, mbase e vërteta e thënë me dashamirësi do të sjellë afrim dhe jo konflikt. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 8 shpatat, magjistari, krye priftëresha dhe asi i kupave. Në dashuri, 8 shpatat tregon se ju ndiheni të bllokuar emocionalisht. Ndoshta mendoni se nuk keni zgjedhje, ndoshta frikë nga refuzimi ose zhgënjimi, por magjistari ju thot fuqia është në duart tuaja. Ju nuk jeni viktimë e situatës, ju jeni krijues i realitetit tuaj emocional. Krye priftëresha tregon një lidhje shumë intuitive, ka ndjenja të pathëna, ka një magnetizëm të heshtur, ka diçka shpirtërore këtu. Më pas kemi asin e kupave, që tregon fillim i ri emocional. Për disa mund të jetë një njohje e re, por nëse ju jeni në një marrëdhënie, ju mund të ndiheni sikur diçka nuk po thuhet plotësisht. Kjo javë ju kërkon të hapeni emocionalisht. Nëse e bëni, mund të rilindë dashuria në një nivel më të lartë. Nëse ju jeni vetëm, ka potencial për një fillim të ri, por vetëm nëse ju hiqni kufizimet mendore që i keni vendosur vetes. Nuk duhet të supozoni se e dini se si do të përfundoj diçka para se ta jetoni atë. Kartat këshillojnë të mos veproni nga frika, të mos prisni që personi juaj t'ju lexojë mendjen. Pra duhet të shpreheni, energjia e re po troket, por dera duhet hapur nga ju. Kalojmë tek puna. Në punë kemi Hierofantin, mbretëresha e shpatave, 8 shkopinjt dhe ylli. Në punë,
ka rritje të qartë. Hierofanti tregon struktura, rregulla, institucione, mund të jetë punë zyre, mund të flas për marrëveshje apo për një mentorim do ta quaja unë. Mbretëresha e shpatave ju kërkon të jeni të drejtë për drejtë, të jeni profesional, të jeni precist dhe të qartë në komunikim. Tetë shkopin sjell zhvillime të shpejta, lajme, emaile, oferta, telefonata, mesazhe, përgjigje dhe ylli është bekim. Është shpresë që realizohet, është ndjenjë që jeni në drejtimin e duhur. Kartat këshillojnë të mos e zvogëloni veten në punë, pra duhet të flisni me një siguri të plotë. Për ata që duan të aplikojnë, duhet të aplikojnë. Duhet të dërgoni mesazhin për disa të tjerë. Për disa të tjerë duhet të propozoni idenë, sepse duket se Zoti po ju mbështet, por kërkon veprim nga ana juaj. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi paqe. Kjo është fjala kyçe e javës për ju. Paqja nuk vjen kur gjithçka është perfekte. Paqja vjen kur ju vendosni të mos luftoni më brenda vetes suaj. Këtë javë çdo fushë ju kërkon të njëjtën gjë. Kërkohet që ju të mos mbylleni në gjendjen tuaj personale. Pra, kërkohet të mos kontrolloni gjithçka, kërkohet mos të keni frikë nga e vërteta, sepse ju jeni në një fazë ku stabiliteti juaj po kalon nga kontroll në vetëdije dhe kjo është rritje e madhe për ju. Në fund, më lejoni t'ju them diçka. Kjo javë nuk është për të fituar mbi dikë tjetër, është për të fituar mbi frikën tuaj. Paqim.